Unë besoj që se unë kam privilegjin të udhëheq këtë forcë politike dhe në të gjitha zgjedhjet e deri sotme, 9 të tilla, në asnjë prej tyre pesha e gjeopolitikës nuk ka qenë e pranishme siç është në këto zgjedhje. Këto zgjedhje zhvillohen në një kontekst dyfish të jashtëzakonshëm. Njëri është konteksti i marrëdhënieve tona me Bashkimin Evropian dhe i marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe me Ballkanin Perëndimor, dhe tjetri është konteksti i antarësimit ose i antarësisë son në Aleancën Euroatlantike dhe i sigurisë në tërësi. Për të dyja këto arsye madhore, zgjedhjet e 11 majit nuk janë as pak të zakonshme dhe rezultati i 11 majit është më shumë se sa rezultat i partive politike, apo në rastin ton është më shumë se sa fitore e Partisë Socialiste në vetvete. Për ne si familje politike dhe për flamurin ton ka qenë gjithmonë e rëndësisë veçantë që të fitojmë zgjedhjet. Por në 11 maj rëndësia e fitores së zgjedhjeve dhe vetë rezultati i zgjedhjeve ka një peshë mbi të ardhmen e afërt të vendit shumë më të madhe se sa që kam pasur në të gjitha zgjedhjet e mëparshme